21 nëntori vit kaluar shënoi izolimin e 5 fshatrave të Rrëzës në Dropullin e Poshtëm, pasi u dëmtua ura e Glinës nga prurjet e shumta të lumit Drino. Gjatë gjithë dimrit, banorët e bizneset e kësaj zone përdorin një rrugë dytësore nëpërmjet nepravistës së Bashkisë Libov për të lidhur më pas me rrugën kombëtare Gjirokastër-Kakavi, ndërsa me tharjen e lumit Drino krijohen mundësi të tjera kalimi për banorët. Prej disa javësh, banorët e fshatrave të Rrëzës në Dropullin e Poshtëm lidhen me pjesën tjetër të bashkisë, por edhe me rrugën kombëtare Kakavi-Gjirokastër nëpërmjet kësaj rruge. Është një rrugë provizore, e cila është ndërtuar nga bashkia dhe nga bizneset e zonës dhe shfrytëzohen për të kaluar automjetet e bizneseve, por edhe gjithë banorët e 5 fshatrave të Rrëzës. Banorët e zonës kërkojnë ndërtimin e urës së Glinës përpara fillimit të shirave të vjeshtës, përndryshe do të vuajnë gjatë gjithë dimrit të ardhshëm. Kemi shumë vështirësi me kalimin e rrugës, domethënë tani kanë bërë një rrugë provizore, kanë mbushur lumin këta të fabrikës së ujit, edhe shqyqyr që kanë bërë dhe këte dhe kalojmë qik për momentin, më është një rrugë provizore kjo. Po në qoftë se do vi prap lumi, do mbushet, do sjell ujë, prapa jo do prishet edhe kështu kemi probleme të mëdha. Tani kanë thënë nga bashkia, kanë thënë që do bëhet sa më shpejt ura, po kaj dim, kaj them. Po edhe lutemi qeverisë bashkisë të bëhet ura sa më shpejt, se kemi shumë probleme. Janë 5 fshatra që kalojnë ande dhe ndërpritet gjithë qarkullimi, kalimi për në fshatrat. Ne për tani kalojmë nga një urë që është bërë provizore në lumë, e ka bërë fabrika me bashkin, dhe kalojmë atje, tani për tani, po të vi ujë më tutje, prapë lumi, ajo do prishet, se është provizore. Tani presim që na kanë thënë që do bëhet ure re, po nuk shohim në një dritë akoma atje. Dhe uji tani poshtëron dhe është e mundshme që të punohet për ta bërë atë. Kemi dhe problemin e rrugës atje, nga ura deri në fabrikën e Glinës, që është bërë cop, gropa, mezi po kalojmë. Na thanë që do ndërtohet për këtë vit. Po su ndërtua, njerëzit do ngelen, nuk do kalojnë dot atje. Kanë bërë një rrugë tjetër provizore me kilometrat e tëra që kalojnë mandeja, është i ngushtë, kalojnë maunet e mëdha, kalojnë makinat e vogla, kalojnë traktora, nuk kalojnë dot. Duhet të bësh 100 metra mbrapa që të parkosh në një vend që të kalojë makina tjetër. Është shumë e vështirë. Drejtuesit e Bashkisë Dropull kanë hartuar projektin e ndërtimit të urës, të cilin e kanë depozituar pranë institucioneve qeverisë në Tiranë.